bërë një foto me të fortët e kësaj bote. Edi Rama është kryet një procesi të pasurimit nëpërmjet shpronësimit, që atë vetë, ministrat e vetë, po mbi të gjitha oligarkët rreth e qarë këtij, po i pasuron maramendshëm, po pasurohet në rjoll, oligarku Bashkim Ulaj duke shpronësuar pronat private tradicionale trashëguara brez pas brezit banorëve të rjollit. Po shpronësohen nga tokat, nga uji, nga pyjet, banorët fshatrat e Vlorës, për oligarkë si Samir Mani, Aleksandr Frangaj, Ardan Dulaku. Po shpronësohen nga toka, nga uji, nga pyjet, fshatarët kudo në për Shqipëri, në Kurdari, në Martanesh, në Fush Bulqiz, për oligarkë lokal. Është një shtet i tërë i kapur, një shtet i tërë i zvetluar, një shtet i tërë i degeneruar, që u mundëson disa njerëzve të bëhen miliarder e mbi miliarder. Ky shtet i kapur, ky shtet i kapur që u shërben oligarkëve, u shërben në mënyrë më të paskrupull dhe pasojat e kësaj shërbotorie, ne po i ndjejmë ditë mbas dite. E keni vënë re, besoj ka shkuar mbi 2000 lekë çmimi i naftës. Shqipëria është vendi me çmimin më të lartë naftës në kohë paqeje dhe vendi me çmimin më të lartë naftës në kohë lufte. Për pasojë, nesër e kanë fajin, as paqja e as lufta, ne faj për rritjen e çmimeve, na e kanë qeveri hajdutësh dhe oligark krykës që janë gati të përfitojnë edhe nga pika e fundit e djersës dhe pasurisë tonë kombëtare. Shqipëria është ndër të rrallat vende në botë, naftë mbajtës, me burimet konsiderueshme nafte, por që nuk ka rrit të përdor e të përpunoj asnjë gram naftë të prodhuar në këtë vend. Sigurisht, Edi Rama nuk është fajtori i vetëm, po është fajtori kryesor. Një proces që ka nisur nga tjerë korruptuar, nga etrit e tij shpirtëror, nga Fatosnanoja, nga Sali Berisha, që ja dhanë e privatizuan nxjerrjen e naftës në Shqipëri, ja dhanë një kompanie si Bankersi, që nuk paguan as taksat. Na bën ne sot si popull të mos kontrollojmë dot burimet që kemi në tokë. Edi Rama nga ana tjetër është kryeministri gjatë qeverisë të cilit është shkatruar uzina e përpunimit të naftës në Ballsh. Sot Shqipëria nuk përpunon, nuk përdor dhe nuk blen dot lirë naftën e vet, sepse Edi Rama dhe ministrat e tij korruptuar ja kanë lënë